Përzieni vaj ulliri dhe limon, do kuroni këto probleme shëndetësore një herë për gjithmonë. Prej shumë vitesh njerëzit e kanë përdorur këtë recet natyrale me vaj ulliri dhe limon në të mirë të shëndetit të trupit dhe të organizmit. Kjo recet që konsumohet esën në mëngjes është një nga alternativat shumë më të mira të pasur me shumë opsione natyrale të cilat mund t'i vinë në ndihmë shëndetit tuaj në luftën kundër një sër problemesh. Para se të fillojmë, bëni një like videos dhe ju lutem klikoni subscribe, do të na ndihmonit shumë. Mjafton që të shtrydhni një limon dhe ta përzini atë me një lugë dhe vaj ulliri dhe ta konsumoni rregullisht atë çdo mëngjes. Përfitimet e kësaj recete me vaj ulliri dhe limon do t'i gjeni në këtë video të renditura sipas Healthline. Ndihmon në detoksifikimin e trupit. Përzierja e vajit ullirit me limon është ideale për të pastruar të gjithë trupin. Ky lëng duhet të konsumohet përpara ngrënies në mëngjes në mënyrë që të funksionojë më mirë për peshën e trupit. Do të ofrojë gjithashtu një mbrojtje më të mirë të shëndetit tuaj të zemrës. Sipas informacioneve të Healthline, vaji i ullirit është i pasur me acide yndyrore, të cilat riaktivizojnë qarkullimin e brendshëm të gjakut, duke eliminuar kështu problemet e kolesterolit të tij. Vaji i ullirit do të mbajë larg inflamacionet dhe gjithashtu do të pasurojë trupin me vitamina dhe minerale të rëndësishme. Kjo recetë është ideale edhe kundër problemeve të kolesterolit. Vaji i ullirit me limon është një recetë natyrale për të ulur gjithashtu nivelin e kolesterolit të lartë në gjak, duke ndihmuar të keni një organizëm më të shëndetshëm dhe më pak probleme të tij. Vaji i ullirit me limon është një alternativë e cila mund të ndihmojë kundër problemeve të reumatizmës. Sekreti i suksesit të kësaj recete është kundër edhe vlerave të larta që ajo mund të ofrojë. Nëse pini këtë pije rregullisht me stomakun bosh, do të përjetoni më pak dhimbje të kyçeve. Jo më kot, kjo recetë njihet gjithashtu edhe si lëngu i artë që mund t'i japë shumë përfitime në dobi të shëndetit tuaj. Vaji i ullirit me limon është një recetë natyrale në betejën kundër konstipacionit që mund t'i japë përfitime të rëndësishme. Vaji i ullirit ka efekte kundër sidomos problemeve laksative të cilat mund të ndikojnë në shëndetin e stomakut dhe të tretjes. Kjo recetë natyrale mund të zgjidhë problemet e konstipacionit dhe të jetë një ndihmë e veçantë shëndetësore për organizmin tuaj dhe jo vetëm. Vaji i ullirit me limon është një alternativë shumë e mirë për shëndetin e mëlçisë. Kjo recetë mbush organizmin edhe me element ushqyes. Kur organizmi mbushet me toksina fal ushqyerjes së keqe, në ndihmë do ju vijë edhe vaji i ullirit në kombinim me lëngun e limonit. Intoksifikimi i organizmit ndikon ndjeshëm në shëndetin dhe në funksionin e mëlçisë, sipas të dhënave të Healthline. Duke konsumuar këtë recetë me lëngun e limonit në kombinim me vajin e ullirit, në mënyrë të rregullt do të përmirësoni ndjeshëm shëndetin e mëlçisë. Do të mbani larg gjithashtu edhe problemet tuaja të tretjes. Lëngu i limonit në kombinim me vajin e ullirit rekomandohet për probleme me tretjen, aciditetin e lartë në stomak e të tjera. Ky lëng ka efekte qetësuese për problemet e stomakut, sidomos kur konsumohet esëll. Nëse doni të keni flok, lëkurë dhe thonjë të shëndetshëm, atëherë mund të kombinoni këto dy produkte. Vaji i ullirit në kombinim me lëngun e limonit është një recetë ideale për njerëzit të cilët kanë thonjë të brisht, akne dhe çrregullime të tjera të pahashit të lëkurës. Ky lëng është i pasur me antioksidantë të cilët luftojnë shenjat e moshës, rrullat dhe njollat në lëkurë. Vaji i ullirit me lëngun e limonit gjithashtu rekomandohet për të trajtuar problemet e zbokthit në flok, duke masazhuar atë përpara larjes. Rezultatet që do të merrni do të jenë vërtet fantastike. Kjo recetë ideale mund të ndihmojë në shumë drejtime të shëndetit tuaj dhe përfitimet që do t'i jap atij do ta kthejnë në një prej alternativave më të mira ushqyese për organizmin tuaj. Përfitimet që sjell kombinimi i vajit të ullirit me limon në organizëm janë vërtet të mahnitshme. Pija ideale për detoksin e trupit dhe për të eliminuar të gjitha toksinat e tij, të cilat grumbullohen në trup shumë më thjesht,
mund të largohej në kombinimin me lëngun e limonit, gjithashtu edhe vaj të ullirit. Nëse zgjoheni të lodhur madje edhe pas një nate të gjatë të pa gjumë, konsumi i kësaj përzierje mund të jetë shumë efektiv. Përzierja do të ndihmojë në rigjallërimin e trupit tuaj dhe do të ndihmojë ta mbush atë plot me energji pozitive gjatë gjithë ditës. Kjo recetë është të përdorur ndër shumë vite dhe ndikimi i saj pozitiv mund të jetë një përzierje ideale. Ajo përdoret gjithashtu edhe kundër problemeve të ndryshme shëndetësore. Vaji i ullirit është pjesë themelore e një diete mesdhetare e cila është e pasur me acide yndyrore të cilat do ta ndihmojnë në trupin tuaj edhe të eliminojë toksinat nga trupi. Limoni është një nga frutat më të shëndetshme në planet. Limoni është një nga agrumet të pasura me antioksidant, vitamina, gjithashtu edhe lëndë ushqyese të rëndësishme, të pasura me përbërës që do të ndihmojnë në luftën kundër inflamacionit dhe do të pasurojnë organizmin tuaj. Prandaj kombinimi i këtyre të dyjave ka treguar efekte mbështetëse në këto raste, kundër problemeve reumatike. Vetit e fuqishme anti-inflamatore të këtij kombinimi janë jashtëzakonisht të dobishme, sidomos në rastin e problemeve reumatike. Konsumi i rregullt lehtëson në dhimbjet e nyjeve. Kundër problemeve kardiovaskulare, gjithashtu kjo recetë do t'i japë gjithashtu shumë përfitime. Për shkak të përmbajtjes së lartë të acidit yndyror i cili reaktivizon qarkullimin e gjakut dhe rregullon kolesterolin e keq, kjo përzierje gjithashtu do të parandalojë edhe mënyrën efektive të problemeve në zemër. Për të balancuar toksinat e mëlçisë dhe fshikësës së tëmthit, ekspertët pohojnë se konsumi i kësaj përzierje në mëngjes esëll pengon rritjen e gurëve në të. Gjithashtu duke pirë një gotë me ujë, vaj ulliri dhe lëng limoni, një orë përpara mëngjesit, mund të largoni helmet tuaja nga mëlçia, veshkat, gjithashtu dhe fshikësa e tëmthit, dhe rezultatet që do të merrni në këto raste do të jenë vërtet mbërslënse. Për të luftuar problemet e kapslëkut, kjo recetë mund t'i japë përfitimet e duhura. Ky kombinim do të veprojë gjithashtu si një lubrifikues i mukozës së tretjes dhe kështu do të stimulojë edhe funksionet e një fshikëse dhe një mëlçie më të shëndetshme. Ky produkt do të veprojë si një antioksidant i fuqishëm që do të largojë toksinat nga organizmi, pastron trupin dhe ndihmon gjithashtu të keni një tretje më të mirë dhe më efektive. Shtimi i kësaj recete për shkak të përfitimeve shëndetësore rekomandohet ta kombinoni atë në produkte të fuqishme dhe shumë shpejt, rezultatet që do të merrni prej saj do të bëjnë ndryshimet parësore. Vaji i ullirit me limon është një alternativë e cila mund të ndikojë pozitivisht në të mirë të shëndetit tuaj dhe lehtësimin e inflamacioneve të tij. Është e rëndësishme të përdoret me kujdes dhe gjithmonë brenda normës së rekomanduar, dhe rezultatet që do të merrni prej saj do të jenë vërtet mbreslënse. Edhe pse vaji i ullirit zë një vend të rëndësishëm në kuzhinë, në fakt pirja e tij do ju lejojë të merrni përfitime maksimale në dobi të vlerave të shëndetit. Vaji i ullirit njihet për efektet e tij pozitive për shëndetin e zemrës, që bën mrekulli për trupin tuaj dhe shkon përtej kësaj. Sipas kësaj, duke konsumuar çdo ditë një lugje dhe vaj ulliri me stomakun poshtë, do të merrni përfitime maksimale në dobi të shëndetit dhe të lehtësoni gjithashtu edhe problematikat e tij. Sipas Brightside, këto janë përfitimet kryesore që do të merrni nga konsumi i vajit të ullirit me limon. Do të përmirësoni dukjen e shëndetshme të lëkurës. Vaji i ullirit është një përbërës thelbësor në shumë produkte kozmetike, redukton skuqjen e entjen dhe mund të ngadalësojë gjithashtu edhe shfaqjen e problemeve të rrullave. Vaji i ullirit ka efekte të fuqishme antibakteriale dhe shërben gjithashtu si një dezinfektues natyral. Vaji i ullirit do ju ndihmojë në humbjen e kilogramëve të tepërt të trupit. Studimet kanë treguar se ndjekja e një diete mesdhetare e cila është e pasur me vaj ulliri ka efekte pozitive në peshën e trupit. Ndaj përdorimi i kësaj recete në të mirë të shëndetit tuaj mund t'i japë përfitime maksimale në betejën kundër komplikacioneve dhe të nxjisë gjithashtu rezistencën e organizmit, duke i dhënë atij një mundësi më të madhe për të përmirësuar shëndetin dhe për të evituar komplikacionet e një pasnjëshme.
Vëmendje, ju bëjmë dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë, të mos zëvendësojnë këshillat e mjekut tuaj ose ato të ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor dhe nuk kanë për qëllim që të mbulojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose dhe efektet e tyre negative për shëndetin tuaj. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen dhe miqtë e tu.